është. Bravo. A e nxori vërtet Monika Rogertin? Do të thënë, a u prek ose a u intimidua Rogertin nga fjalët e Monikës që doli, me një tek fjalë që tha dil, mendoj se duhet dalësh në shtëpia me gjithë gabimeve, dhe pse me të drejtë Monika patjetër. Një mesazh që më ka ardhur në Instagram rreth orës 8 të darkës, pak para një orë, domethënë para se të fillonte Prime, rreth një orë diçka e tillë, që thot këtë që ju lexoni, gjë që ndoshta edhe mund të ketë të drejtë. Se nuk besoj, duke njohur Rogertin, kur nuk doli, kur deklaroi me bindje të madhe që do dilë kur doli Marko, e jo më të dilte nga fjalët e Monikës. Mase ky është një lloj rrengu për ta bërë të besueshme, për shembull, që e nxori Monika. Ky mesazh më ka vënë, le të themi, ma ka trazuar pak pjesën e mendimit. Kam ndjekësit më të zjarrt dhe më të zgjuar për sa i përket rrjeteve sociale. Janë shumë të zgjuar, arrin ta kuptojnë lojën dhe vetë janë ndjekës të rregullt, patjetër. Por nëse nuk është kjo, për shembull, atëherë i bie që Monikës duhet t'i jap një drek të mirë, ose do shkoj të bëj unë një seancë në vend saj të spaku, që mos të lodhet ajo, vetë të shkoj unë atë ditën që ka ajo seancë, ta lë ato pushime, të mbaj s'ka gjë, vetëm që doli. Në radhë parë doli, bëri mirë që doli, sepse Rogerti u bë goxha i rënd në lojë, u bë goxha i bezdisshëm dhe për ne që po e shikonin. Më besoni, për kokën time, nuk nëse më përpara kam pas dhënë shumë mendime, shumë opinione, sepse kishe qef ta shikoje lojën, për shembull, dhe bëheshin debatet, ato debatet e bukura, ato debatet konstruktive e bukura. Dhe debatet janë të bukura gjithmonë nëse bëhen si njerëz, jo si kafsh. Pas si kafsh, po jashtëtoksor. Nëse bëhen si njerëz, është goxha e mirë, nëse bëhen si jashtëtoksor, nuk ke se ça nxjerr. Nuk më vinin fjalët, nuk dija se çfarë mendimi t'jep jam me. Se e ofendoj. E ofendoj Rogerti, po mirë më vëlla, e ofendoj. Tani çfarë ti bëjmë? Ai është aty brenda. Ai tani e mban produksioni brenda sepse nuk e ka nxjerr. Nuk i ka dhënë dënim, nuk i dënon ato që jep ai me veten e tij, ka qenë i pastër, duke thënë që unë do vazhdoj, do flas kështu derisa produksioni e lejon, derisa vllai i madh e lejon. Kështu që u ishte bërë i lodhshëm. Patjetër që ishte bërë i lodhshëm. Pra, nëse nuk është kjo që thot ky mesazh këtu, Monika zemra më bëre që të marr rrugën e të vitë të jap një drek. Ashtu, do i këtë çatë dush ti zemra, crudo, të skuqura, sushi, makarona, çatë dush tia, do hash tia. Nëse të takohemi bashkë, mos e kemi rak. Edhe do ta jap drekën.